إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قل أي شيء أكبر شهادة قل الله وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد وإنني بريء مما تشركون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, Allahun Zotin e vetëm të vërtetë e falenderojmë, vetëm prej Tij ndihim, falje dhe mëshirë kërkojmë. Allahut i lutemi që të na ruaj prej skeqjes, e cila nuk është gjë tjetër vetëm se pasojë e veteve, e veprave, e sjelljeve tona, cili ndo që i madhi Zot pra Allahu e udhëzon dhe ja çel sytë e zemrës për të parë dhe pranuar të vërtetën, nuk ka kush ta humbi dhe devijoj dhe verboj, dhe cili do që zgjedh për veten e tij humbjen dhe devijimin dhe verbimin, nuk ka kush ta udhëzoj përveç të madhit Zot Allahut xhella xhelaluhu. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot të vërtet, Zot që meriton të adhurohet si Zot e të njëjtë si Zot përveç Allahut. Ai është një i vetëm dhe pa shok, pa ortak, pa rival, pa ndihmës, pa ndërmjetës, pa fëmijë, pa bashkëshorte. Ai është absolut. Sido që të mendohet nga mendjet njerëzore nuk është ashtu. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wassalam ishte njeri i dërguar i Zotit, vula e profecisë në tokë. Allahu xhalla xhelaluhu e ruajti fen që ai solli, librin që ja dha atij, traditën e tij, në mënyrë që njerëzit mos të kenë nevojë të kërkojnë për burime të tjera, furnizimi dije dhe informacioni dhe udhëzimi dhe drite, përveç se asaj që na la Zoti në Kur'an dhe tradita e profetit alayhi salatu wassalam. I madhi Zot na drejtohet në Kur'an kur tha: o ju që keni besuar, friksoni Zotit siç duhet, siç e meriton. Një frikë që të çon te Zoti, të afron me Zotin, të bën që të reflektosh në raportet e tua me Zotin, dhe se vdekja mos ju gjej vetëm se duke qenë musliman të mirë, musliman të vërtet. Po kjo nuk është në dorën tonë, po lutju Allahut dhe mundohu dhe bëja yzmetin, se kush lodhet dhe mundohet dhe ja bën yzmetin, Allahu xhallal xhelaluhu ja jep atë që ai dëshiron. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ata që mundohen në rrugën tonë dhe përpiqen, do t'u çelim rrugët. Walladhina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Ata që kërkuan me sinqeritet dhe me çeltërsi udhëzimin, Zoti do t'u japi udhëzimin dhe do t'i bëj të devotshëm. Ky është premtimi i Zotit. S'kemi ne gjendor vetëm se qëllimin, dëshirën, vullnetin, sinqeritetin, mundin dhe djersën, e tjerat pastaj janë në dorë të Allahu xhallal xhelaluhu, e s'ka dyshim se edhe këta janë dhurat prej Allahut, lut Zotin e Madh, siç na udhëzoi në Islam pa ja kërkuar, na mbaj në Islam, se këtë po ja kërkojmë e do t'ja kërkojmë Zotit sa të jemi gjallë. I madhi Zot në surën El-Anfal,
Pasi ne kemi nis një udhtim me surën Al-Anfal dhe kemi thënë do të qëndrojmë tek ajetet kul, thuaj. Por se sot do të qëndrojmë vetëm tek një ajet që e nisëm javën e kaluar, por se është një ajet interesant që ne vazhdimisht duhet t'ja përsërisim vetes, pasi njeriu nga njëherë merr vrulli i kësaj bote, e marrin pasionet e përkohshme, e rren shpresa se do të jetojë gjatë, e si pasojë ky ajet pasha Zotin të zgjon e të bën që të reflektosh. Si shumë ajete tjera, po ky është më i veçantë. Dhe ne me shpresën e Zotit do të dalemi te ky ajet, sepse edhe koha është e tillë. Jemi duke shkuar në mesin e muajit Shaban. Atëherë le të shohim ajetin se çfarë thot. Thuaj, cili apo kush është dëshmuesi apo dëshmitari më madhështor që mund të ekzistojë? Dhe je përgjigjen Zotit. Thuaj, Allahu është dëshmuesi dhe dëshmitari më madhështor. Dhe ne e prekëm javën e kaluar kur tham, mjafton që Zoti është dëshmitar e mos mendo për asgjë tjetër. Kjo njeriu do ta bëj më të zellshëm që mos i humbi asgjë dhe asnjë rast për mundësive që i jepen, po duhet ta bëj edhe më të vetë përmbajtur përballë çdo lloj situate, sado e vogël qoftë, sepse ai mendon se kush po e sheh. Ai mendon se cili po dëshmon. Për këtë arsye thoshin të parët tan, mos shi sa i vogël apo sa e vogël është vepra e mirë, po shi se kë po knaq, Allahu Ekber. Dhe mos shi sa i vogël apo e vogël është gabimi, gjunau që ti bën, po shi se kë po kundërshton, kë po mërzit, kë po hidhron. E njerëzit, nëse do të esnin me këtë lloj parametri, me këtë lloj kandari dhe peshorje, për Zotin e madh, do të ishin me lajket që do të na kishin zili. E pa dyshim që i madhi Zot do të na ndronte me njerëz tjerë. Se pejgamberi alayhis salam tha, sikur ju mos të bëjshi gjunahe, Zoti më do ju ndronte me një popull tjetër që bëjnë gjunahe e i kërkojnë falje Zotit edhe ai i fal. Tjetosh me këtë lloj parametri është e rrallë, e veçantë, është shkalla më e lartë e besimit, që quhet el-ihsan. El-ihsan bën mirësia. Pra njeriu çdo gjë e bën perfeksion. Po ne jemi të dobët. Dhe ne kemi të vështirë të jemi të tillë, prandaj dhe ne Zoti i Madh na lazdron duke na sjell abdesin, duke na sjell namazin, duke na sjell Ramazanin, duke na sjell adhurime nga më të ndryshmet dhe reflektime kohë mas kohe që ne të perfeksionojmë veten tonë, pastrojmë veten tonë, të dlirsojmë veten tonë dhe të ecim inshallah taala në këtë rrugë sa të jemi gjallë, se sfida jonë kjo është. Të jemi në këtë rrugë deri në momentin që vjen meleku dhe thot, o njeri, kërkova për ty frymëmarrje, po zgjeta më të shkruar. Kërkova për ty pika uji për të pirë, po nuk gjeta të shkruar. Kërkova për ty ushqim, po nuk gjeta të shkruar. Kjo do të thotë se ka momenti shpirtin krijuesit me e dorëzuar. E çdo njeri do ta përjetoj këtë moment, siç e tha i madhi Zot në Kur'an, wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Me lajket tona janë më pranë njeriut në atë moment se çdo kusht tjetër, walakin la tubsirun.
po ju nuk mund të shihni. Mirë pa ai njeriu që është në shtratin e vdekjes, vjen një moment që i ngrin shikimi diku. S'ndikohet as nga zhurmat, as nga të qarat, as nga të bërtitmet, as, si thonë xhahirat, mos bërtitni se mos i kthehet shpirti mrapsh. O Zoti mos na gazet me këta njerëz. Ati i ngrin shikimi diku sepse i hapen perdet, i çelen perdet, dhe ai sheh atë që ne nuk e shohim dot. Ai përjeton atë që ne nuk e përjetojmë dot. O sheh melekun e vdekjes, Azrailin që të përmendet në disa transmetime, me bashkëpunëtorët e tij, me melajket e xhenetit, me çarçafët e mëndafshit të xhenetit. E shpirti nuk duron më, mjafton të dëgjoj dil për të mëshira e Zotit, për të falja e tij, për të kënaqësia e tij, o vëllezër, nuk duron më shpirti të ri në trupin e njeriu. Del nga trupi i njeriu më shpejt se që mund të llogaritet derdhja e ujit nga ena. E nëse njeriu në ato momente shet diçka tjetër, shet melekun e vdekjes, Azrailin, dhe bashkëpunëtorët e tij dhe me lajket e xhenemit, të cilët mbartin me vete qefina dhe çarçaf zjarri, sot në ruj, prej zjarrit, aty pastaj shpirti hallakatet, strehohet në të gjitha detajet e trupit njeriu. Dhe fillon ai pastaj me lajket që ka afër, merren me shpirtin e këtij lloj apo kësaj kategorie njerëzish. Zoti na ruaj prej zjarrit të xhenemit. Njeriu dëshmohet nga shumë çka. Njeriu dëshmohet nga toka mbi të cilën ecën. Yawma idhin tuhaddithu al-ardhu akhbaraha. Atë ditë toka do të tregoj çdo gjë që është bërë mbi të, për mirë apo për keq. Për këtë arsye thoshin të moçmit, nëse ke bërë diku gabim apo gjuna, shkon në të njëjtin vend dhe bëj vepër të mirë. Që ajo tokë që do të dëshmoj për ty keq, të dëshmoj për ty mirë. Dhe tjetë dëshmia e dytë pastruese për dëshminë e parë. Njeriu ka dëshmues qiellin mbi kokën e tij. S'humbet asgjë dhe çdo gjë regjistrohet. Njeriu ka dëshmues me lajket në dy krahët e tij, kiramen katibin. Do të jetë një moment mes njeriu dhe Zotit ditën e Kiametit, se ka njerëz që janë aq hileqar, aq të strukturuar në zullumin dhe padrejtësinë dhe korrupsionin e tyre, sa që mendojnë se u vjen ndonjëherë në mend aty në vëllezën, thotë ai. To që thonë o xhallarët për shembull që dalin para po sikur të jetë e vërtet. Se dha aty në punon me leku, nuk e kanë me lekun me leje, engjëllin, kjo kategori nuk e ka me leje, ju punon dhe aty në engjëlli. Siç na punon neve shejtani dhe engjëlli në të njëjtën kohë, e ke parasysh kur do të bësh një të mirë, gjithmonë ke dy menime. Bëj ose mos e bëj. Po edhe kur do të bësh një të keq, gjithmonë ke dy menime. Bëj ose mos e bëj. Ose edhe po sterdhi aty se të merr më mrapa, po pse bone ti e vete ke fajin, e ke ti fajin, leçe habullatit. Çdo njeri ka një moment. Ka njerëz cilët kanë aq shumë në strukturimin e zullumit, padrejtësisë, korrupsionit, të keqes, mohimit, talljes me fen, me besimin, me besimtarët. Sa që mendojnë
kur vjen ai momenti, ai 100 sekondit, kur vjen ai momenti, po sikur kemi me të vërtetë, ore, po Zoti, çfarë ti them? Se këtu nuk ahodha të gjithëve. Ka njerëz që mendojnë se edhe Zoti ka për të ahodhur. Po vallahi, për Zotin e madh, aq shumë e kanë adhuruar shejtanin e mallkuar dhe janë bërë adhurues të tij, saqë mendojnë që edhe Zoti, pa çfarë thonë. Pa edhe Zotit ja themi gjë. E Zotit të qeshi. E do të më kaloj. Subhanallah. Wa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala shay ala innahum humul kadhibun. Kjo kategori kur dalin përpara Zotit, kur shohin vërtetat, kur shohin se si funksionon ligji i drejtësisë absolute të Zotit, e kuptojnë që aktrimi, mashtrimi, e hedhmja nuk funksionon, ama mendojnë dhe ju punon mendja si gjithmonë për mbrapshi edhe atë ditë, thot i madhi Zot Allahu, i qofshin fal, thot në surën El-Mujadile, apo El-Mujadele, thot, e i betohen Allahut, subhanallah, i betohen Allahut, pasha madhintate Allah se kombo, pasha madhintate e mësjel mirë, qërë thuti vjedhë, kur, qërë thuti t'jem talun me ezanin, me besimtarët, t'kem thonën Kur'an e ka shkujt, kur, po vallahi jorë Zot, o jahlifune lehu, i betohen Allahut, dhe menojnë se betimi arma e funit për ta kalu situatën, si që taj i moqmi nacionalizmi dhe lujtja me termat nacionaliste, streha e fundit e maskarejve. E kjo kategori maskarejsh, ditën e kiametit, lujnë me strehen e betimit. Tha Zoti, e mendojnë, ata në atë moment, dhe mendojnë se bën diçka. S'ka dyshim se ata janë gënjeshtarët dhe mashtruesit. Dhe më thonë, subhanallah, nuk i lejon vetes vet as një moment reflektimi para Zotit, edhe mendon se me betim do ta kaloj, edhe atë moment nuk e jep vetes, thot o Zot, po e kom bo o Zot. Si do të vi momenti me atë besimtarin e mirë që kur tjetë përpara Zotit, do i thot Zoti, o robim, e ke bërë? Thot po. E ke thonë? Thot po. Mos kanë bërë pa drejtësi me lajket? Kanë shkujt në i gjë gabim? Jo, thot o Zot. E ky me ne vete, thot, mora fundësi njëri. Thot Allahu, ti kam këthy gjitha në sevape, hik! Kurse ky tjetëri? Thot jo Zot, po jo Zot. I thot Allahu, këti tjetërit, mos kanë bërë pa drejtësi me lajket, jo po puna e dëshmisë o Zot. Toka, mos për gënjen, po dëshmun duhet tash, se toka është në urdhnat e tuaj. Po qielli, po me lajket. Edhe i vjen ai momenti tjetër që i thot, ja Rabbi, inni la astegjizu shahiden illa nefsi. Tha o Zot, dëshmin duhet a japun. E kur e dha dëshmin, e përlyu me betim, tha Zoti, jo, kështu s'funksionon. A do të dëshmojsh ti? Po, Zot, tha. Dëshmoj unë? Po, tha. Do të dëshmojsh për me i kusht. Dhe Zoti i vulos ati gojën, gjuhën. Dhe flet trupi i ti. Flasin durët e ti, flasin sytë e ti, flasin vesht e ti, flet trupi i ti, çfarë ka bërë nga fillimi deri në fund. اليوم نختم على أفواههم فتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يفعلون. Do t'ju avullosim gojat dhe do të flasin duart e tyre, këmbët e tyre,
Hadithi pejgamberit alayhis salam thot flet lëkura e njeriu. E ky i ngjon faktikisht. E kur ja liron Zoti gojën, e dini çfarë thot? Ajo shkatro, ajo vrap, Zoti ju vrap. A qofshit mallkuar, po unë për ju po flisja, juve doja t'ju mbroja. Juve doja t'ju mbroja. Zotin e madh që tjetë Allahu i kënaqur me ne. Nësë Allahu në madh, që ai tjetë i kënaqur prej nesh. Kjo është e rëndësishme. Lusë Allahun që tokën mbi cilën ne ecim tjetë dëshmitarja jonë për mirë, ose minimalisht të mirat që bëjmë tëtë na i mundin të këqijat dhe gabimet tona. Lusë Allahun e madh që ta kemi reflektimin e shpejt, të paktën pa kalu 6 orë, të kthjellohemi, themi o Zot më fal për atë që bona. Të paktën pa kalu 12 orë, të reflektojmë dhe themi o Zot na fal për atë që bona. Se deri në 6 orë meleku nuk e shkruan, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam. Kur njeriu thotë boni të keqe, merr meleku me shkruajt veprën e tij, i thot ky tjetri, prit. La'allahu yatub, la'allahu yastaghfir. Ndoshta pendohet, ndoshta i kërkon falje Zotit. E merr prapa i penën me shkruajt, i thotë ai po prit. Merr prapa i me shkruajt, thotë ai prit. Thotë mas 6 orësh ky hesht dhe ai e shkruan. Po megjithatë prap ka hapësirë prap. Pejgamberi alayhis salam tha, Zoti e shtrin dorën e tij ditën që të pendohen mëkatarët e natës. Allahu Ekber, la ilaha illallah. Nga 6 e çoi në 12. Dhe Zoti e shtrin dorën e tij natën që të pendohen ata që kanë bërë mëkate ditën. Allahu Ekber. Lutë Zotin e madh që të zgjohet kjo ndjesia e reflektimit tek ne, se unë thash edhe në fillim që me qenë njeriu në shkallë aq të lartë e ka të vështirë, po të paktën të ketë ndjesinë e ndjesisë së dhimbjes. Se problem kur nuk e nin dhimbjen. E kur e nin dhimbjen, ky është alarmi që njeriu të reflektojë, të bëjë sebepet për të kap situatën, se pastaj mësojmë si puna aty në njerëzve të cilët vetëm kur shkon puna në ekstrem shkojnë në spital, e kur shkojnë në spital ka marrë fund gjithçka. Po pse s'ka ardhur më përpara? Po jo më thash se do të kaloj. Kështu është edhe puna e njeriut me gjinofet. Se ka kaloj, që më vonë inshallah se ta shruaj. Se kur shkon puna pastaj aty ku s'ban më, me leku të ta bën me dorë. Shif këtu në harroj këto. Një prej tembesat që janë të qa ato për tit. Shifi këti se cepi, ka dal me leku këtë cepi, aty thot, këtu tani, këtë avani lartë. Tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, kur del shpirti, tha nga njeriu del kështu. Dhe shikimi, tha, ndjek shpirtin. Për këtë arsye, njerëzit kur vdesin nga e kanë shikimin, në përgjithësi, shikimi shkon lart, e gjëja e parë që bëhet çfarë është, i mbyllën të vdekurit syt. Lutë Zotin e madh që deri në këtë moment jemi në fe dhe në besim dhe në iman, se pastaj mëshira e Zotit dhe shpresa është vetëm tek ai. Vëllezër dhe motra, mbas disa ditësh, ne do të jemi në një natë të madhe të bekuar nga i madhi Zot, Allahu xhalla xhelalu. Kjo është natë për cilën ka argument, për ato të tjera faktikisht nuk ka argument. Për këtë ka argument. Ka disa hadithe të sakta se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në mesin e muajit Shaban, pra nata e 15 e muajit Shaban, Allahu xhalla xhelaluhu fal, Allahu na bëfër këtyre njerëzve, fal të gjithë besimtarët dhe besimtarët musliman. Alhamdulillah, o Zot, alhamdulillah. Sikur don Allahu më na lehtësu për në Ramazan. Merë me të jetë një ngarkum me i pesh 20 kilshe edhe të thush bo këtë murin,
me i pesh 20 kilshe, apo 30 kilshe, dhe ti thush bo vrap, ka të vështirë. Allahu xhelle xhelalu do që para Ramazanit na ju udhën tokë të gjitha. Allahu tha, në këtë natë i fal gjithë muslimanët dhe muslimanët, gjithë besimtarët musliman dhe besimtarët muslimane. Përveç 2 kategorive nuk i përfshin amnistia. Hajde, kush janë këto 2 kategori që më urujt? Tha 1, ata që kanë rënë në mëkatin, ose janë duke e zhvilluar, pra janë në praktikim, të mëkatit të shirkut i dhujtarisë. S'ka gjë më të rëndë se sa njeriu të bjerë në shirk, në dhujtari. Mbesytni, paganizma, lloj soi. E dyta, çdo njeri flitet gjithmonë brenda bashkësisë tonë, që mes ti dhe vëllait e tij ka urrejtje. 2 kategori. Ai që ka mbyll portat me Zotin duke shkuar në dhujtari, dhe ai që ka mbyll portat vllait vet duke mos e pastruar zemrën e tij. Unë mendoj se nuk ja vlen që njeriu ta humbi këtë amnisti të Allahut e mos pastroj veten e tij nga shirku, i dhujtaria, paganizmat, besytnit, thot Zot më fal që pasën qenë budalliqe të gjitha, dhe e dyta, nëse ka diçka me dikë, ta pastroj zemrën, ta laj zemrën e vet, t'ja bëj halal, edhe po nuk i than, nuk ka problem. Ky me veten e vet t'ja bëj halal. Se Zoti shkruaj ketin zemër, e diti ai, nuk e diti, nuk ka problem. Në mënyrë që me fitu këtë falje të Zotit para Ramazanit, që ta shijojmë Ramazanin, që ta ndjejmë Ramazanin, që të përfitojmë prej Ramazanit. Allahu na mundsoft që të jemi të tillë në këtë natë. A do të thotë kjo që këtë natë duhet ta veçojmë me një agjërim, me një namaz kush falet këtë natë i 100 rekat duke gjitha këtë s'kan asnjë lloj argumenti. Do ti më u lutu sa të dush. Por jo kështu në grup apo me bo veprime etj, apo hallva, apo qirit ke varrezat e gjitha këto janë nul ose larg atyne. S'duhet me i bë, nuk duhet me i vepru, por atë natë reflektojmë, pendohemi, nëse kemi diçka me dikët t'ja bëjmë halal, e ta falim që t'na fali Zoti, edhe ta presim Ramazanin, insha Allahu Taala, ashtu siç na ka hije. Allahu na e mundsoft që ta arrijmë këtë natë dhe bekimin e Zotit në këtë natë, e më pas ta arrijmë Ramazanin dhe bekimet dhe mirësitë e Ramazanit.